kuadër të mintit. Dhe si që theksova, me vonë, pra me datën 8 nëntor 2023, vetë ky prokuror Gashi, edhe pse siç ka pranuar vetë, ishte në konflikt interesi, ka përpiluar raportin për mbylljen e rastit PPN numër 1433/2023, duke i liruar policët hetues nga përgjegjësia penale që morën dokumentet sekrete pa certifikatat e sigurisë, pra zbatuan urdhrin e paligjshëm duke bërë vepër penale, por njëkohësisht duke u liruar nga ai që i kishte sjellë në mënyrë të paligjshme, pra nga vetë ky prokuror special Valdet Gashi. Për më shumë, ju njoftoj se ne kemi në posedim edhe këtë raport të prokurorit, pra raportin fjalë që përmenda me referencen 143/2023 të datës 8 nëntor të vitit 2023, dhe këtu ky prokuror duket qartazi në konflikt interesi. Kjo tregon mungesë profesionalizmi, mungesë dinjiteti e morali profesional në trajtimin e rasteve në interes publik, anshmërinë në trajtimin e rastit për interes personal dhe mbi të gjitha, anshmërinë politike krejtësisht ndaluar për një zyrtar publik, prokuror i Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, me përgjegjësi për ndjekjen e rasteve të korrupsionit, ndërto edhe të konfliktit të interesit. E lidhur me këtë, me 30 korrekt të vitit 2025, nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë, kemi kërkuar nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit të hetoj dhe konstatoj këtë konflikt të pamohshëm të interesit, të faktuar me dëshmi të pakontestuara. E ndërsa, në anën tjetër, Agjencia për Menaxhimin e Informacionit të Klasifikuar e ka bërë të qartë që askush nuk mund të ketë qasje në informacion të klasifikuar pa certifikatën e sigurisë. Përkundër kësaj dhe për me keq, unë ju rikujtoj, si që kam theksuar edhe më herët në gusht të vitit 2023, që një ditë pas ndalimit të dy zyrtarëve të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe përfundimit të seancës dëgjimore të gjykimit ndaj tyre, me 19 gusht të këtij viti 2023, informacionet e klasifikuara si sekret u publikuan nga disa media dhe portale vendore pa autorizim paraprak dhe në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen për shkeljen e sigurisë dhe komprometimin e informacionit të klasifikuar si sekret të rezervat shtetërore, unë me 31 gusht të vitit 2023 kam njoftuar të gjitha organet shtetërore përkatëse të klasifikuar. Të nderuar të gjithë qytetarë, siç po e shihni edhe ju vetë, rrezikimi i fshehtësisë shtetërore është bërë pikërisht nga Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës dhe disa media, e në asnjë formë nga unë. Së fundi, por jo edhe nga rëndësia, ju qytetarë të dashur duhet të njoftoheni që nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë, kemi vepruar në urgjencë për të gjetur ndonjë shtet mik apo kompani që do i hapte dyert ndaj eksportit të produkteve bazë pranë këtë periudhë shkurt 2022 dhe mars 2022. Kontratat që janë nënshkruar për produktet bazike ishin jetike për të gjithë ne. Një nga produktet bazë ka arritur, por sipas ngarkesave të pranuara në sasime të vogël se ajo e paguar, pra në një përqindje të vogël prej totalit që është paguar. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë ka bërë padi kundër kompanisë në fjalë për të sqaruar deri në detajin më të vogël se çdo segment të procedurës dhe rezultatin e saj final, pra qoftë edhe sasi e vogël, shumë e vogël kundrejt blerjeve. Nga kontratat për furnizim për blerjen e rezervave shtetërore për vitin 2022, është një përqindje, pra siç e theksova, e vogël e totalit të furnizimit ku kemi mungesë, për të cilën mungesë me datën 8 qershor viti 2023 është njoftuar edhe avokatura shtetërore nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për iniciim të procedurës gjyqësore. Në anën tjetër, kjo ministri ka paguar edhe për 2 produkte tjera bazë, ku furnizimi nga një nga kontratat e blerjes një nga operatorët furnizues nuk ka arritur në Kosovë nga një shtet. Për më shumë, parapagimi sipas ligjit për menaxhimin e financave publike është plotësisht i lejueshëm për çdo çështje sigurie.
Por edhe këtu, prokuroria gjen veten në konflikt. Në njërin anë thotë që kemi vepruar jashtëligjshëm kur kemi bërë pagesën. Po ashtu prokuroria speciale thekson se edhe kemi vepruar jashtëligjshëm kur kemi klasifikuar lëndën si sekret. Por pastaj me akuzon mua që kam zbuluar informacionin sekret. Tani, a është kontrata sekret sipas tyre apo jo? Apo e shihni tendencën politike këtu? E gjersa përmes bashkëpunimit juridik ndërkombëtar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë, kemi paditur të dy kompanit për këto produkte bazë për t'i kthyer buxhetit të Kosovës dëmin e shkaktuar. Parat e humbura pra do t'i kthehen buxhetit të Republikës Kosovës. E tani shtrohet pyetja qytetarët e dashur, kë kam dëmtuar unë? Në interes të cilës palë të tretë kam vepruar? Pa siguruar interes për palë të treta, nuk ka vepër penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare, sepse procedura gjyqësore kundër kompanive të paditura do ja kthejnë dëmin e shkaktuar buxhetit. Në marrëdhënie kontraktuale kjo mund të ndodhë dhe ndodh shpesh, e jona është të denoncojmë dëmin dhe të bëjmë të pamundurën që drejtësia të triumfojë. Në ndërkohë, në vend që të aktivizohet në këtë drejtim, prokuroria vendos të më ndjek mua politikisht për të luftuar qeverinë e cila atë dhe shefin e tij Blerim Isufajn nuk lejoj të avansohen në pozita ku do vazhdonin të vepronin në dëm të shtetit e për interesat të ndryshme, duke mos anashkaluar ato të Serbisë, si në rastin kur kanë anuluar urdhër arrestin kundër Milan Radojčić. Për ta përmbledhur, Prokuroria Speciale në krye me Valdet Gashin e Milot Krasniqin pra në këtë rast që na akuzojnë neve, dy prokurorë këta që kur nuk kanë fituar asnjë rast në gjykat, gjendet në konflikt interesi. Duke zbuluar sekretin shtetëror e rrezikuar sigurinë kombëtare, kanë mbledhur të shtuquajtura prova në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë. Me tendencë politike po pretendon që vendimet e nxjerra ishin të palegjshme dhe pse të njëjtat vetëm përshkruajnë atë që thot ligji. Dëmet e shkaktuara nga kompanitë e kontraktuara do i kompenzohen shtetit përmes procedurave gjyqësore, vetë se të iniciuara në vendet nga këto kompani vijnë. Pa përfitim të asnjë palë të tretë, asnjë prokurori nuk mund të vërtetoj abuzimin me detyrën zyrtare. Natyrisht pse të tillë nuk ka pasur. Tani shtrohet pyetja në këtë rast të karakterizuar me veprimet e palegjshme të prokurorisë speciale, si mbrohet interesi publik. Në anën tjetër, unë kam vepruar pas një interes profesional e personal në drejtim të sigurimit të rezerves shtetërore të madrave për të siguruar popullin të cilin kam qenë e obliguar sipas ligjit ta mbroj. Mbajtja e pozitës së ministres ka qenë derë i jetës sime. Do të luftoj deri në fund të dëshmoj pafajësinë time të plotë në këtë rast, duke ruajtur sekretin shtetëror e duke ruajtur interesin e popullit tim. Unë jam falëndëruese ndaj kryeministrit Kurti dhe kabinetit qeveritar për mbështetjen e pa rezervë dhe për bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi. Ju falemnderit juve të dashur qytetar për vëmendjen, për besimin dhe për kushtimin ndaj së drejtës e të mirës, gjithashtu falemnderit edhe ju të gjithë gazetarë që jeni prezent këtu. Pyetja parë është, a ka qenë zë drejtë Ivan Muharremi deleguar i kryeministrit Kurti për këtë tender, me që as nuk ka pas pozitë publike, por ka negociu me biznesmen për kontratën për rezerva shtetërore. Pyetja e dytë është nga të akuz, ka thonë disa nga punëtorët e ministrisë që i keni ofendu, po i citoj disa kanë thonë mbyllë golën. Edhe pyetja e tretë, pse s'ju ka propozuar prapë për ministra, do të thotë që s'ka qenë i kënaqur kryeministri Kurti me performancën. Spari në të gjitha pyetjet që drejtoni, unë mund të përgjigjem në ato që nuk janë të klasifikuara. Pra, çka mund të elaboroj, çka nuk është të klasifikuar si sekret. Ju siç e vërejtët edhe gjatë fjalimit tim nuk përmenda produktet bazike me emra për rezervën shtetërore të madrave që është në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë, elaborova produktet në analizën tregtare që është në botë, por jo duke përmendur sasin ose numrin ose llojin ose të tjera, pra janë të klasifikuara kontratat si sekret.
Në përgjithësi, unë të njoftoj që si Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë, unë vetë personalisht, kur kemi pasur këtë sfidë me mos ofertim të operatorëve vendor, kur Departamenti i Rezervës Shtetërore na njofton me email që ka dështuar me tenderet që i ka shpallur në fund vit, pra në shtator, tetor, nëntor, po më duket edhe dhjetor, ka pasur komunikimet e emailave. Ne i kemi dalë në ndihmë këtij departamenti duke kontaktuar unë vetë si ministre të gjitha ambasadat dhe homologët e ndryshme për të qenë në kontakt me Departamentin e Rezervës Shtetërore për të negociuar me komisionin e krijuar nga sekretari i kësaj ministrie për negocimin e kontratave. Dhe kështu nuk është vetëm një person që ju e theksoni, për janë dhjetra emaila të dërguar vetë nga unë të homologët e mi, të ambasadat të cilat do t'i dëshmojnë në prokurori si prova. Dhe këtu nuk ka asnjë lidhje Kryeministri Kurti. Kryeministri Kurti ka të vetmen lidhje që ka aprovuar me Kolegjin Qeveritar kërkesën tonë të ligjshme, sipas ligjeve në fuqi për largimin nga procedurat e prokurimit publik, sepse dështuam 3 herë. Kjo është e vetmja ndërhyrje ligjore e qeverisë kur aprovon kërkesën tonë të ligjshme sipas ligjit për financat publike, ligjit për rezervat shtetërore, ligjit për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar. Pyetja tjetër. Unë nuk i marr për bazë asgjë që është shkruar në prokurori, sepse kur isha vetë në prokurori, tendenca për të shtrembruar fjalët ka qenë tepër e madhe. Për më shumë, prokuroria nuk ka siguruar kushtet të lehtëshme që unë të deklarohem. Ka pas aty persona që nuk kanë pas certifikat sigurie, edhe vetë prokurori, dhe kjo më ka pamundësuar që unë të sqarohem edhe të ofroj mundësinë për të dhënë sqarime. Kolegët e ministrisë që sipas aktakuzës kanë përdorur fjalë shumë të ulta, vërtet nuk janë të natyrës time, janë të pavërteta dhe nuk mund t'i dëshmojnë, vetëm nëse unë tash nuk i kom pa deklaratat e plotat e tyre. Janë vetëm në aktakuzën e prokurorisë. Por në fjalorin tim nuk ekziston as fjala llam, s'kam atë kulturë të fjalorit, as nuk ekziston fjala idiot, se s'kam atë kulturë të fjalorit, por këto do të dëshmohen të gjitha me faktet në prokurorinë, në gjykatën. Tash lejoni të përgjigj, është edhe një pyetje. Kjo është komunikimi im me kryeministrin tim Kurti. Është vendimi joni i përbashkët. Ministra Avon, më falni, në mbështetja e gazetës nacionale, ju marrët e përmendë që mediat edhe organet e rendit kanë bosh shkelje për shkak se kanë qenë tema sekrete. Vimit e temat sekrete në këtë rast e kemi edhe njëri të involvuar. Ridvan Muharremi, pra me çfarë të drejtë ka pas çastë në këtë rast këtu. Edhe me qenë se ka qenë tema sekrete, po i referohemi aktakuzës, ajo të një kriju një grup në WhatsApp. Si bisedohet për tema sekrete pra në këtë grup. E dim që dogana e kanë njoftu pra për çmimin e grurit, pavarësisht që dogana e kanë njoftu, ju e keni marrë për 200 euro më shtrejt. Nuk është e vërtet. Tash të përgjigjem. Së pari, nuk është një person që ju e theksoni, por janë dhjetra persona të cilët janë kontaktuar së pari nga Departamenti i Rezervës Shtetërore për furnizim me produkte bazë. Është emaili ku na njofton Departamenti i Rezervës Shtetërore që këta dhjetra operatorë janë kontaktuar, duke përfshirë edhe shoqatën e mëlliztve, dhe këto kontakte pas kontakteve janë kontaktuar shumë operator ekonomik për të siguruar oferta për rezervën shtetërore të madrave, sepse kur nuk kishte mundësi shtetet mike të na ofronin mundësinë për të furnizuar nga këto shtete, qoftë edhe me kontratë shtet-shtet ose me marrëveshje shtet-shtet, më mirë me thonë, ose me ndonjë operator përmes bashkëpunimit homolog, unë me homologët e mi, ne përfundojmë ose mos ofertimit të operatorëve ekonomik vendor, sepse
Në emailin që ka dërguar Departamenti i Rezervave Shtetërore tregon që nuk kemi asnjë ofertë Gjermani, edhe pse kishte filluar lufta në Ukrainë, kishte marrë vendimin para se të merr vendimin qeveria, më pastaj jemi detyruar që të marrim vendimin në qeveri, sepse Departamenti i Rezervave Shtetërore nuk arriti të sigurojë oferta nga operatorët ekonomik vendor. Ju mund të shihni edhe importet nga doganat e produkteve bazë sa kanë qenë në sasi të importuara gjatë muajve shkurt, mars, ku e shihni edhe sasinë se sa është importuar. Aty e shihni që produkti më i madh i produkteve bazë që ka hyrë në doganën e shtetit Kosovës është vetë rezerva shtetërore që e ka ble shteti i Kosovës për produkte të ndryshme që nuk mund t'i theksoj, por ka pas shumë sasi më të vogël se sa janë importuar më shumë para luftës në Ukrainë, sidomos pra në muajt shkurt, mars, prill dhe maj e tutje. Janë edhe raportet ndërkombëtare që tregojnë se si është rritur çmimi në orë, në ditë, si ka pas fluktuacione të rritjes së çmimeve. Kam edhe analiza sa e diu në prej vetë zyrtarëve të ministrisë, ku janë fluktuimet e çmimeve dhe për më shumë MC-lozi për shembull ka shprehë sigurimi ofruar edhe vetë tonë, ka e përfshi pa kosto transporti pa. Nuk është e vërtet. Me bindje ta them se nuk është e vërtet sepse është emaili zyrtar i drejtorit të Departamentit Rezervave Shtetërore që nuk ka ofertuar me asnjë ofertë. Kanë pasur takime, kanë pasur biseda kur është prit me ditë javë, nuk ka pasur asnjë ofertë nga operatorët ekonomik. Kjo është e dëshmuar me analizën e Departamentit të Rezervave Shtetërore. Përndryshe, nuk kishim pas nevojë ne më shku me larg edhe me kontaktu operatorë më të largët nga vetë Ministria Departamenti i Rezervave Shtetërore, sikur operatorët vendor të ofertonin. Nuk kishim pas nevojë as me marrë vendim të qeverisë për me u furnizu sa më shpejt në procedura të shpejta kur populli ynë ishte i pambrojtur me rezervën e shtetit, pra rezervën shtetërore të madrave. A mundemi të ndojmë faqë, në përgjigjen e pyetjet në grupin WhatsApp. Po, bën një pyetje pas pyetje edhe unë të përgjigjem. Ju e përmendë ajre që një kriju një grup në WhatsApp, nëse këto janë konsideruar dhe janë tema sekrete, si është e mundur të bisedohet për këto tema në WhatsApp, e përmendë edhe njërin njerëzve që janë të përfshirë është Ridvan Marrëni. Me çfarë drejtë ka pas qasje Ridvani këto tema sekrete? Me çfarë të drejtë ka pas? Dy pyetje të përgjigjem. Okej, faleminderit. Para se të krijojmë komunikime me operatorët ekonomik, mas pari Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka konsultuar një institucion përkatës për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, në këtë rast AKI. Dhe në bazë të konsultimeve dhe rekomandimeve nga AKI, kanë fillu dy procese. Një proces ka qenë nga AKI, rekomandimi i AKI-s që gjithsa është situata shumë urgjente të shkoni në procedurë të shpejt me udhëzimet që i ka dhënë AKI. Janë udhëzime sekrete këto që nuk mund t'i tregoj. Pastaj të filloni në procedurën me afatgjatë që duhet konsolidohet, pra të pajisen edhe ata zyrtarë të Departamentit Rezervave Shtetërore që nuk kanë certifikat sigurie të pajisen në kohën 6 muajsh, sepse duhet një verifikim, duhet një plotësim i pyetësorit të sigurisë nga AKI, duhen shumë procese për të verifikuar dhe për të pajisur me certifikat sigurie një zyrtar. Pra, kanë qenë dy procese të ndara. Asnjë operator ekonomik që ka pasur kontakte, komunikime, negocime me Komisionin e Ministrisë për blerjen e rezervave shtetërore, nuk ka guxuar të krijojë as grup WhatsApp, qoftë asune apo ata, pa nënshkruar dokumentet që janë kërkuar sipas udhëzimeve të AKI-s. Pra, jemi sipas udhëzimeve të AKI për të mbrojtur dhe ruajtur sekretin shtetëror, janë plotësuar dokumentet, janë nënshkruar dokumentet nga këta operatorë dhe nuk është vetëm një për të cilin ju po aludoni. Janë shumë, janë 10. Janë shumë kontrata të klasifikuara sekret. Pra, tregova që 30 fish më shumë është dritë rezerva shtetërore e madrave, kur s'ka qenë konsoliduar rezerva e shtetit. Ju po thoni që drejt vendimi i cili është bazuar qeverisë për ta klasifikuar këto informacione si informacione sekrete, bazuar në ligjin
Mirë po prokuria speciale pretendon që draftimi është bërë duke bazuar në nemin strategjik për prokurim të publik, i cili realisht tashmë është i shfuqisuar i viti 2019, në anën tjetër thuhet që në bazë ashtu si do duhet të bazohesh ligji i ri viti 2016, i cili realisht në pikën 3 e parashet që mund të klasifikohet si informacion shtetëror vetëm në rast kur kemi të bëjmë me rezerva shtetërore. Pra keni qenë të drejtëshëm që ju po i referoheni një ligje të tjetër, dhe shpatëm nga thëni më tepër për këtë çështje. Në anën tjetër e përmendet që është themeluar kontratat janë shkruar në bashkëpunim me bashkëpunim me komisionin që është themeluar nga ana e sekretarit Irfani Povica. Megjithatë dëshmitar në këtë rast, dy persona të cilat janë deklaruar nga prokuria speciale në thënë se nuk kanë qenë asnjëherë pjesë të këtyre takimeve dhe pashtu vetë personi involvuar, drejtori i Departamentit për Rezerva Shtetërore në deklaratën e tij pranë prokurisë speciale, ka thënë se çmimi është arritur bazuar në atë në bashkëpunimin për pjesëmarrjen tuaj të analistit Ridvan Muharremi dhe pashtu sekretarit Irfani Povica, që ndron kjo çfarë mund ta bëni bukur. A bën të ndalesh që të shpjegoj, sepse mundem të harroj ndonjë pyetje dhe më mirë të ndalemi. Spari, siç përmenda që vendimi për propozim në qeveri është përgatitur nga vetë Departamenti Ligjor i Ministrisë së Industrisë. Departamenti Ligjor i Ministrisë së Industrisë harton dokumentet me ligjet që ata i theksojnë. Unë si ministër nuk e kam teknikalitetin që me e qitë në pikpyetje Departamentin Ligjor se jo ky ligj ose ai ligj, sepse nuk jam jurist vetë. Aty kemi një departament ligjor që i referohet ligjeve me numra, por pavarësisht ligjit 3 apo të vjetër, baza ligjore është për sigurinë e popullit tonë që bëhen të gjitha pagesat siç janë bërë. E dyta pyetje. Nuk e kam shikuar, sepse nuk është punë e ministrit mu marrë me procedura me nene. Nuk është punë e ministrit me hartu drafte ligjore për qeverinë. Nuk është punë e ministrit, është punë e departamentit ligjor që ja sjell sekretarit dhe ministrit. Dhe kjo është detyrë e procedurave, nuk është detyrë e ministrit, është procedura ligjore. Unë nuk kërkoj, sepse më shikua ashtu, në nitty-gritty, krejt çka ofrohet nga departamenti ligjor përbes nuk kam mundësinë, sepse nuk është edhe detyrë e ministrit më marrë me procedurat. Nuk është detyrë e ministrit. Po. Si të qoftë pyetja e dytë është për fjalëtarët e komisionit të cilët kanë thënë se nuk kanë qenë pjesë e takimeve dhe se kontratat janë negociuar nga ana juaj sekretari të drejtorit. Kjo nuk është e vërtetë që kontratat janë negociuar nga unë, sepse është një komision i krijuar nga sekretari i Ministrisë së Industrisë, i cili komision duhet të lëshojë raport për çdo negocim të kontratës. Se si e ka kryer drejtori i Departamentit Rezerve Shtetërore punën është punë e sekretarit njoftoj, por nuk është direkt ministri me drejtor më shku me pyet se si kanë marrë pjesë. Unë besoj që zyrtarët duhet ta kryejnë punën e vet kur janë pjesë të komisionit dhe kjo është dashur të ndodhë. Tash kjo mbetet të verifikohet me provat e Departamentit të Rezerves Shtetërore se si kanë qenë të negociuara kontratat. Nuk është e vërtetë që ministri ka pas një nënshkrim të raportit për negocim ose një involvim në negocim të çmimit. Nuk ka asnjë fakt dhe nuk mund ta dëshmoj këtë. Keni qenë pjesë të takimit kur ka ardhur për pronari kompanisë turke në ministri bashkë me aparistin e Ridvan Muharremi? Zonjush, krejt çka janë operator ekonomik që ju po aludoni, unë e kam si kontratë të klasifikuar që nuk mund të vetëm prit. Prit një herë ta kthej përgjigjen. Unë nuk më lejohet që t'jap turku, apo austriaku, apo italiani, apo ky, mu nuk më lejohet të shpjegoj me ty në këtë terminologji sepse është kontratë e klasifikuar. Por të dëshmoj se jo vetëm një, po 10 operator ekonomik, Rozeta Hajdari i ka kontaktuar vetë, i ka përshëndetur vetë dhe është krenare që ka mundur të siguroj në kohën më të vështirë kontakte, komunikime për Departamentin e Rezerveve Shtetërore për me negociu. Kontrata bazë është në shkruar. Po nuk mundem me tu përgjigj. Në akapitën e prokurisë speciale, mirë po përmendet aty që është shkruar në bazë të parimit dhe të thoshë nuk kupton që kompania e cila e shet produktin tek qeveria e Kosovës se sjell deri tek depotet e rezervatës. Zonja gazetare, këto janë procese që unë do t'i dëshmoj në gjykat krejt me argumente dhe prova. Janë çështje të klasifikuara sekret dhe nuk lëshohem në pretendimet e prokurorisë derisa nuk kam pa
deklaratat të dëshmitarëve. Nuk I kam lexuar dhe këtu rezervohen për të përgjigjur të ti sepse janë çështje të klasifikuara sekret. Fillimisht gjatë deklarimit tuaj kishim disa të pavarëtita saktësike rastit të prokurorëve që thatë që të dy s'kan asnjë rast të fituar. Meqense nëse veç njëri të referohemi pas në rastin e veteranëve, do të flasim për prokurorën Bashi. Gjithsesi, do të aftoni vetë ju puntin për ministrin tash në detyrë që të dëshmojë se mbas dëshmia që mund të jetë edhe në favor tuaj në këtë rast, tash në gjykat, meqense ai s'ka planuar që të dëshmojë në prokurori gjatë kësaj kohë sa ka pasur ftesa. Po ashtu ai më shqyrtuar që të tërhiqeni nga funksionet tjera publike që kanë lidhur si ministre llogaritën e ministrit nga tërhiqja sipas asaj që i deklaruar që shumë më parë. Spari, si Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë, jam më së e lumtur që populli im është më I sigurt me rezervën e shtetit. Kjo është numër 1. E dyta se çka unë do të veproj, këto janë që do të analizohen pik për pik, çdo pretendim dhe pik e prokurorisë speciale do të analizohet me avokatin tim dhe do të veproj sipas këshillave të avokatit tim. Unë nuk vendosi direkt si do të veproj sot, por do të analizoj një herë të gjithë aktakuzën, e cila ka shumë të pavërteta, shumë pretendime të pasakta, dhe sbashku me avokatin tim në qëtësi do të analizoj secilën me provat që do t'i dëshmoj dhe do të shkojmë në këtë proces. Unë sot nuk vendosi se kush do t'jetë dëshmitar. Jo, asnjëherë. Jam me sekrenare dhe e lumtur për punën që kam bërë për të mirën e popullit tim të Kosovës. Dhe në gjithë në shkojnë dhe të vazhdatuar për dhe falit kolegët, e përmendëm në vazhdimësi që kemi një mas të vogël që nuk ka ardhur dhe pritet që të kthehet buxhetit të shtetit ajo si çfarë ka munguar. Sa është masa, sa është pak për ju të qartë, çka është produkti që mungon, dhe sa është gjëra që pritet me ky shtetit në rast të së ajo si çfarë. Sipas nenit 10 të ligjit për rezervën shtetërore, rezervohem të mos të jap asnjë informat. Neni 9 edhe 10 dëshmon që programi vjetor përfshin sasinë, llojin, masën, përqindjen, buxhetin, financat, nuk mund të jap. Kush e merr përgjegjësinë për zonë që ka shkaktuar buxhetin? Ju po thonë që kush e merr përgjegjësinë? Ne dimë që vaji dhe sheqeri s'kan marrë asnjëherë në Kosovë, edhe pronari kompanisë tuaj që ka vdekur. Kush e merr përgjegjësinë për damin që ju ka shkaktuar buxhetin? Të lutem pyet avokaturën e shtetit të Republikës së Kosovës, përmes së cilës kemi paditur 2 kompanit. Nuk paditet individi, por paditet kompania, dhe kompania ekziston. Janë procedura gjyqësore të cilat po marrin kohë, por janë duke ndodhur procedura gjyqësore me operatorët ekonomik. Është çështje civile e tyre. Ai ka paralajmëruar zyranizore mitë që mos më vazhdu deri në rezervën procedurë të negociuar. Ai ne jo gjeni. Asnjëherë, sepse vendimet vijnë nga departamenti të sekretarit dhe të kabineti. Asnjë shkresë dhe asnjë email nuk kam që këto diçka nuk ka në rregull, sepse asgjë s'ka qenë jo në rregull. Po? Po? Fjolla nga alarminet. Teshta me ditë se pas të shëndita aktakuza, a jeni kontaktu nga kryeministri në detyrë, Albin Kurti, edhe çfarë vendimi pritni që të jetë përfundimtar sa i përket kësaj çështjes për rezerva shtetërore? Është detyrë gjithmonë e ministrit kur ndodh një ere në ministri që të raportoj te kryeministri. Unë gjithmonë e njoftoj kryeministrin për zhvillimet që ndodhin në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, dhe këto janë komunikimet tona të mbrëmshme. Edhe çfarë vendimi pritet me qenë përfundimtar nga ora juaj? Unë nuk kam vendosur me në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë. Ka vendosur kryeministri Albin Kurti dhe i falenderojmë për besimin që më ka dhënë. Ministri për fund. Ridvan Muharremi ka pas certifikat sigurisë, për nënën e tutë që ta janë futur zyre pa certifikat sigurisë për japjes. Zoti Muharremi ka pas certifikatin për qenë se ka qenë të smart negociant për të bërë. A keni informacion a gëzëm në atë Të gjithë operatorët ekonomik, të cilët kanë hyrë në negociim, duke filluar operatorët ekonomik për blerje, operatorët ekonomik për depozita, vendodhje, të gjithë janë nënshtruar procedurave sipas uzimeve të AKI, të gjithë. Asnjë nuk është që ka hyrë pa një procedurë me qasje në një proces që është i klasifikuar sekret. Faleminderit gjithëve.
Ditën e mirë.